Zoti Kryeministër, ne tashmë jemi po i shuajmë në zemrën e qytetit, se jemi pranë Urës Goricës. Në fakt këtu janë dy investime të rëndësishme që janë duke u implementuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në dy krahat e Osumit. Ne tashmë jemi duke bërë përveç mbrojtjes lumore, e cila është një pjesë e vogël e punëve që po bëhen, sepse kjo rrugë këtu ku përfshihet mbrojtja lumore në fakt është dhe rruga në këtë drejtim e cila do të shkojnë Kala dhe krijon një unaz rreth e përqar Kalas Beratit. Kjo është pjesë e të njëjtit projekt, ndërkohë që mbrojtja lumore që do të kemi këtu përmirëson jo vetëm sigurinë e gjitha bizneseve këtu, por në krahun tjetër gjithashtu andej po mbaron. Andej është e gjitha në fund deri tek ura e Velabishtit. Dhe ajo çfarë ka krijuar që është shumë pozitive në krahun tjetër është që siç bëm segmentin e parë kur përfunduam investimet në Goricë, e gjitha do të shkojë me të njëjtin standard deri tek ura e Velabishtit. Do thotë do të ketë një pedonale të vogël ku këmbësorët, ndriçim dhe të gjitha kushtet. Dhe në njëjtën kohë edhe nga pikpamja vizuale, pjesa andej tashmë është përmirësuar shumë. Peizazhi është bërë le të themi shumë atraktiv edhe shumë i sigurt për turistët cilët e bëjnë gjithë lëvizjen në këmbë. Mbrojtja këtu lumore shkon edhe në krahun tjetër të Urës Goricës. Dhe ajo është e domosdoshme, sidomos krahun andej, sepse ne kemi domosdoshme ta përforcojmë murin e vjetër që mban rrugën kryesore, sepse ato mure janë bërë diku në vitet 50 dhe normalisht ka koha që të ketë. Ai ka dalë perfekt. Ajo shkon deri tek Ure Varur. Si ka zënë, dhe vegetacion. Dhe aty ke shkallët, ke ato sa burr ka zënë vegetacionin e parë në gjithë. Tani që ngrohet koha, fillojnë spanjollët, se spanjollët janë turistët me moshën më të vogël që vinë paktën në Berat, por besojnë në Shqipëri. Janë gjithë diku 20-30 vjeçar. Edhe gjithë i shef pastaj aty, se ata janë shumë sportive dhe nga natyra, i shikon të përhapur në qytet. Urën e re që po bëjnë mbyllet në fund të muajit, do të jepet mundësia e aksesit të trafikut që mos kalojnë Po, të mbyllim Goricën. Tani ne këtë e kemi perceptuar për momentin, duke qenë se zona historike e ka domosdoshme edhe më shumë hapësirë. Edhe për parkimin këtu kemi bërë disa prishje të godinave pa leje në këtë zonën këtu, kemi pastruar. Këtu mundësi që të përdoret për parkime dhe për subjekte të cilat janë, sepse në krahun tjetër kemi po ashtu një parkim publik. Krahun që ka përfunduar. Ai ishin parkime diku 60 vende kapacitet, që Gorica ka domosdoshme. Ndërkohë krijohet në dy krahat e Urës Goricës, turistët vinë. Këtu vazhdon pjesa e punimit në shtrat. Gjitha këto godinat që janë ndërtuar pas viteve 90, jam i bindur do të çlirojnë një energji të jashtëzakonshme gjithë ato bëhen hotel. Dhe kjo rruga që jemi duke bërë tani, që i del nga krahu tjetër i Kalas, do të krijojë një frymërie të jashtëzakonshme. Dhe turistët për të ardhur në Goricë nuk zbresin më nga rruga tipike e vjetër që ne kemi pasur, por do zbresin këtë krah, kapin rrugën e Goricës dhe bëjnë edhe Goricën. Domethënë të gjitha lagjet muzeale tani lëvizin me një lloj unaze brenda qytetit. Për momentin po mendoj ta kemi parkim që ti krijojmë sepse bizneset kanë filluar ta kërkojnë shumë, sepse Mangalem çka ka ndodhur. Nga që po bëhen shumë hotele. Mangalem normal që ti s'ke ku parkon, është vetëm rruga kryesore. Dhe është kthyer le të themi në një nga edhe shqetësimet kryesore që kanë si vetëm turistët, bizneset e tjerë me radhë. Në mënyrë që dhe këto të vitalizohen, bëhet diçka se ka një potencial të jashtëzakonshëm se kjo shkon deri tek ura tjetër. E gjithë zona është e mbrojtur edhe për shkak të mbrojtjes lumore që po bëhet dhe pjesa tjetër që planifikohet. Kështu sa territori i madh është kryeministër.